Problemi I madh që biznesi përballen është kjo shkalla këtu e rritjes së biznesit. Shkalla e rritjes së biznesit, dhe kur e kam kuptuar unë këtë, ja bëra një kështu, çka kam bërë këto 10 vite. Nëse biznesi yt bën më pak se 1 milion euro në vit, ngreni dorën kush bën më pak se 1 milion euro në vit. Ngreni dorën nëse po bën më pak se 1 milion euro në vit. Dhe ju që ngretë dorën, tu vi! Bëj shaka, por sigurisht do t'ju sfidoj pak. Ky trajnim sot do t'ju sfidoj, okay? Nëse po biznesi ku ti punon bën më pak se 1 milion euro në vit, shumica e problemeve të tua duhet të jenë në shitje dhe në marketing. Do përballesh gjithkohës me gjetjen e produktit, a bën produkti për tregun, gjetjen e një kanali që funksionon, që sjell trafik licash, ndërtimin e një pipeline të qëndrueshëm licash. Nëse nuk e kupton çfarë është pipeline dhe lica, mund të pyesësh, por nuk do ndajmë tani këtu, por ju do të keni një CRM etj, janë gjëra që I mësojmë këto në vazhdim. Problemet e tua duhet të jenë konvertimi I këtyre licave. Çfarë është lici? Për dikë që nuk është familjar me këtë frazë. Lead është një prospekt, është dikush që të ka dhënë një sinjal që mund të kthehet në klientin tënd. Tani këto janë probleme tipike të shitjes dhe të marketingut. Sapo biznesi kalon 1 milion euro në vit, okay? Ngrej dorën kush bën më shumë se 1 milion euro në vit? Ja, Arlindi dhe ideali. Bravo Arlindi. Okay. Duket se do ngres dorën dhe një herë tjetër ti, po do vi pas pak. Sapo kalon 1 milion euro në vit, shumica e problemeve bëhen probleme me njerëzit. Domethënë ti nuk ke më probleme të këtyre kanaleve ose të këtyre, por ti ke probleme me njerëzit, me ato robët e shtëpisë që kanë biznes. Shumica e problemeve bëhen probleme me njerëzit. Pra, kur je në 1 milion, problemi është ekipi. Kur bën 1 milion e lartë, është ekipi, me çfarë njerëzish punon. Tani, kur jem 10 milion ose më shumë, ngrej dorën nëse bën 10 milion ose më shumë, forca Arlind, s'pën. Çoj deri në gjysmë. It's okay. It's okay, brother. Hey, I got you, bro. Kur ti bën më shumë se 10 milion, problemi kryesor bëhet leadershipi. Leadershipi është problemi kryesor nëse po bën 10 milion, pra si udhëheq, si vizionet e tjera. Le ta them edhe një herë, shumë qartë. Në 1 milion ke problem marketing dhe shitje. Mbi 1 milion je problem me njerëzit. Mbi 10 milion problem leadershipi. Janë probleme ndryshme në nivele ndryshme. Sepse kur kalon 1 milion dollar në vit, zakonisht, ose 1 milion euro, zakonisht ke gjetur një produkt që është shumë I mirë për tregun. Ke kërkesë, oferta jote shumë e mirë, njerëzit po e blejnë, e ke thyer kodin e parë, e ke hyp shkallën e parë. Tani pyetja është, si e shkallëzoj unë këtë? Si arriun më shumë? Si rrisun ekspozimin tim ndaj ofertës? Dhe kur kalon 10 milion, do të thotë që ke nevojë për më shumë lidera në biznes, që ta shtyn biznesin përpara. Edhe kur ti nuk je aty. A ka kuptim kjo? Pra, në varësi të fazës ku ndodhesh, ti e di saktësisht ku duhet të fokusohesh. Ndoshta dikush po thotë po sistemet. Po, edhe sistemet janë shumë të rëndësishme, por e vërteta është që liderët e dur ndërtojnë sistemet e dura. Nëse ke njerëz që nuk janë lider në punë, patjetër kanë për ta shkatruar sistemin. Nëse ke liderët e dur në ekip, ata do të ndërtojnë sistemin për ty, do ta çojmë sistemin më përpara. Dhe unë do t'ju tregoj saktësisht si ta bëni këtë që po kërkoni realisht. Tani për ta realizuar këtë, duhet kuptoni se së pari, çfarë quajmë ne model biznesi. Modeli biznesit miq, dhe ndoshta sot do merrni sa tema kaq të forta, por që në fund do thonë, po ishte e thjeshtë se pas kam menduar ndonjëherë. Yes, për këtë jemi, që të kuptojmë se çfarë nuk kemi menduar. Modeli I biznesit është thjesht kjo. Sa vetave ju shërben dhe me çfarë çmimi? Kaq. Sa njerëzve ju shërben dhe me çfarë çmimi po ju shërben? Dhe ka njerëz që rrin biznes 20 vite, edhe nuk e kanë pyet ndonjëherë vetë, nuk e dinë, as nuk e kuptojnë fare, nuk e kanë ide, nuk e kanë menduar kur çfarë lloj modeli kanë. Pra le të themi se problemi yt
është që të shkosh 1 milion euro, okay? Nuk e di, po bën 50, 100, 200, 500 vit tani, 500.000 euro, okay? Po bën 50.000 euro, i thoj, jeni në të njëjtin problem. Po tregoj një matematik se si të bësh 1 milion euro biznes në vit. Pra, qa modeli e duke përdorur ti tani? Nëse nuk e i vetëdijshëm, po ta them unë. Edhe gjeje ku jeti në këtë. Mund të kesh një produkt që shet 1 euro produkt dhe doja shesësh të 1 milion klientëve. Pra, nëse do që të bosh 1 milion euro në vit, atëherë ti mund të gjesh një produkt 1 euro edhe të gjesh 1 milion njerëz që ta blejnë këtë produkt. Mund të kesh një produkt 10 euro dhe t'ja ushesësh të 100.000 klientëve. Mund të kesh një produkt 100 euro dhe t'ja ushesësh të 10.000 klientëve. Pra për shembull, nëse ti ke një Airbnb për shembull, ose një hotel dhe një dhomë e jotja kushton 100 euro nata, atëherë ti duhet shesësh 10.000 net, pra ta japësh të dhomën 10.000 herë dhe të bosh 1 milion euro. E rrisim çik dorën tash? Mund të kesh një produkt 1.000 euro dhe të gjesh 1.000 klient dhe të bosh 1 milion euro fund vitit. Mund të kesh një produkt 10.000 euro të gjesh 100 klient dhe mund të bosh 1 milion euro. Kujdes tani. Mund të gjesh një produkt 100.000 euro, të gjesh 10 klient ja ushesësh dhe të bësh 1 milion euro, ose mund të kesh një produkt 1 milion euro dhe t'ja shesësh 1 klienti. Pyetja ime është, ku je ti në këtë lloj biznesi? A mundet të më shkruani në chat? Aty keni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dhe kush është ke shtatat, më marr direkt në telefon dhe unë e mbyll këtë takim sot, marrëm shaka miq. So, shkruni ku jeni, çfarë numrash poziciononi? 5, 6, 3, nice. Pesa, nice. Forca, pesa, që kemi ke pesa, 3, 4, ok, cool. Mund t'jesh në disa linja, në disa modele në të njëjtën kohë. Yes, 6, 3, 4, ok, cool. Emiliano është ke 3, 4, cool. Ok. So, 3, 4, 5. Që ka një njeri special ke 3, 4, 5. Arlindi Qekat ke 3.456. Ok, mesatarisht 300 euro, pra 3 ose 4, ok. E disa është ke 3. So, problemi që ne hasim. Ok, miq, thank you. Problemi që ne hasim gjithmonë me biznes, për shumë kur vinë tek programi im që kam në Urban Marketing Training Diamond. Problemi kryesor që kanë të njerëzit është që nuk e dinë se çfarë model biznesi përkasin. Pra ku ndodhen aktualisht? Ora ku jeti? Edhe unë shes, po sa shes? Po shesim goxha. Po mirë, kujt kategori? Sa klient ke? Okej. So, tani do kalojmë ke kategoria e çmimeve. Si ndajmë kategoritë e çmimeve? Kjo që të shikoni tani quhet piramida high ticket. Jemi në high ticket master, piramida, kjo është piramida high ticket. Në 1.000 euro, që ose ke produkt poshtë 1.000 eurove, je low ticket. Unë i quhet paktën kështu low ticket. Janë produktet vogla që fillojnë nga 100 ose nga 50 deri në 1.000 euro. Këto janë produktet vogla që shërbejnë sa për na kriju marrëdhënie me klientin. Pra të kryejmë një marrëdhënie, një raport, një marrëdhënie. Çfarë bëjnë kompanitë? Kryejnë produkte të lira, për shembull nga 50 euro, nga 100 euro, nga 200 euro, në mënyrë që ti të fillosh dhe të krijosh besim tek ata. Domethënë të japin një produkt me drejt kthimi. Për shembull, që gjithë ju që jeni këtu, shumica ju që sidomos ju që jeni Platinum members, e dini që ne çfarë bëjmë? Japim disa programe falas. Për shembull, kam një programor për sukses, është trajnim falas, është online. Pastaj shesim disa produkte që janë që është 97 ose 150 euro ose 200 euro, mendon ndrysho fito, ose një retreat që është 370, 400, 500. Pastaj bëjmë një bilet në çik më të madhe, pra jemi diku ke nga 0 deri në 1.000, kjo është low ticket. Dhe pastaj kur ti vjen, e kupton që
ka vlerë në këtë kompani, ti mund të përmirësohet jeta jote në këtë kompani, atëherë çfarë bëjmë? Ne të prezantojmë produkte të cilat quhen high ticket, të cilat janë nga 10.000 e lartë. Okej? Kjo është paketa Gold, Platin, Staff Retreat, trajnim me stafi. Domethënë, në këtë pikë ku në low ticket zakonisht neve nuk fusim shitsa, nuk fusim closera. Closer, ma e men këtë fjalë sepse ky trajnim është për ata që quhen closer, janë ata që mbyllin marrëveshjet, mbyllin dealet, mbyllin shitjet. Këtu ke low ticket nuk duhet. Ne me thonë drejtën vëmë sa robota që merren me njerëzit, i bëjnë muhabet të kënaqur me robotin, kujtën se janë kështu, e kemi mësuar robotat që të flasin kaq mirë sa që nuk kuptohen, dhe pastaj kur shkojmë ke 10.000 euroshi, atëherë futet humani, sepse roboti nuk e bën dot atë. Duhet një closer që ta sqaroj klientin. Pra nuk mund të mbyllësh me email ose me postime në Instagram 10.000 euro shitje ose 100.000 euro shitje. Okej, kjo quhet high ticket. Dhe kjo është fitimi vërtet i kompanive. Mbulojnë kostot edhe flasin për fitim pastaj. Ne kemi pastaj paketa Diamond, paketa tjera, domethënë në fund është edhe kjo paketa 100.000 euro, pra mbi 100.000 euro, që quhet ultra high ticket. Dhe pikërisht kjo është arsyeja pse jemi sot. Si të shesim produktet shtrenjta, si të modelojmë kompaninë tonë, si të shtojmë 1-0 biznesit tonë, duke përdorur strategjinë high ticket. Okay? Dhe për këtë kam krijuar këtë program që quhet High Ticket Mastery.